Mëngjesi. Sot kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi të ftuar drejtorin e parking servisit në Ulqen, zotëri Arsim Cucën, për të folur për këtë periudhë se si është situata në qytet sa i përket edhe parkimit, por edhe sa është fluksi edhe si menaxhohet ai. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjes të juve, po ashtu personazhet juve në radhë parë, po ashtu gjithë shikuesit e TV-s. Faleminderit edhe njëherë që pranuat ftesën të jeni sot me neve në emisionin e mëngjesit Ditë e Re. E dim që jemi tashmë në fluksin dhe në kulmin e sezonit turistik. Si e vlerësoni situatën aktuale të parkingut në Ulqen? Se përket parking servisit, të them të drejtën, për çdo vit parking servisi është në bën ndryshimet e mëdha në qytetin e Ulqenit, si përket menaxhimit të parkingjeve, sidomos parkingje ku janë me problematikat më të mëdha. Aty kemi bërë një përgatitje të mëndë qështë në dimër. Mund të thamë se si mjetë këtë vit e kemi realizuar që kemi pas në plan të sjellëm qytetarëve të Ulqenit një parking ndoshta më të organizuar, të flasë dhe për punëtorinë që kemi angazhuar për këtë sezon turistike. Të thëmë të drejtën në qytetin e Ulqenit është një fluks, të thëmë, i madh i turistave. Për këtë arsye dhe thamë se kena arrit një sukses se përket këtij viti, domethënë, të sezonit turistik. Cilat janë ato zona më të ngarkuara kësaj periudhe dhe a ka mjaftueshëm vend parkime për të gjithë ato turistë që vijnë, por edhe për vetë qytetarët? Se përket zonave janë të gjitha zonat e ngarkuara, sidomos zona plazhit e vogël të pazarit, po ashtu edhe zona e shtojit, por kemi bërë një resi të re. Kemi bërë një resi të re të parkingjeve, domethënë kemi shtuar disa parkingje të reja, po ashtu është mirë të cikën parkingun i cili është parku i fëmijëve. I ka dhënë një hapësirë të madhe të qytetit të Ulqenit, po ashtu edhe qytetarëve, po ashtu edhe turistët të cilët vinë në qytetin e Ulqenit. Po ashtu edhe në atë pjesë ndoshta që i ka munguar asaj zone, janë të kënaqur ato që janë në atë pjesë? Të kënaqur janë qytetarët e Ulqenit, po ashtu edhe turistët që kanë ardhur në qytetin e Ulqenit. Mund të them se kena has një mirë kuptim domethënë në qytetarët e Ulqenit në atë pjesë edhe turistët që vinë. Jena munduar si ta bëjmë një çmimore domethënë të arsyeshme dhe mendoj se është një hapësirë e duhur qytetit të Ulqenit, se mund të them se zona më frekuentuar ndoshta e momentit, për arsye se aty janë edhe parku i fëmijëve, po ashtu edhe lojët e fëmijëve, po është një hapësirë e cilat i ka munguar qytetit e Ulqenit. Sa po respektohen këto rregullat e parkimit nga drejtuesit e automjeteve dhe cilat janë ndoshta ato shkelje më të shpeshta nga drejtuesit e makinave? Këtë vit kena marrë masat e duhura, kena shtuar numrin e punëtorisë gjatë sezonit. Për këtë arsye dhe janë pak më pak domethënë problematika domethënë si përket atyre personave të cilët nuk parkohen në rregull në parking, domethënë parkingun e duhur. Dhe aty kena marrë masat dhe bashkëpunimin, të thënë, e kena sinqerisht shumë të mirë me policinë komunale, po ashtu edhe gjithë organet drejtuese të komunës së Ulqenit. Duhet të cekim se na çdo javë kemi takim domethënë me kryetarin e komunës dhe bashkëpunëtorët, dhe aty domethënë i cekim problematikat që kena gjatë sezonit dhe marrim masat e duhura si ky sezon të jetë sa më i mirë për qytetin e Ulqenit dhe qytetarët e Ulqenit. E dim që qyteti i Ulqenit frekuentohet nga turistë të shumtë, por një masë e shtuar është ajo që një përqindje që vinë me më shumë makina dhe cilat janë ndoshta ata zona që janë më të ngarkuara dhe sa zona parkimit ka servis parkingu në Ulqen? Ne kena domethënë dy zona, zona parë dhe zona dytë, por kemi bërë disa ndryshime. Domethënë sidomos te pjesa e Albatrosit, domethënë janë dy punte domethënë që janë të cilën në rrugë, të cilat i ndihmojnë domethënë qytetarëve, po ashtu edhe turistëve që vinë në qytetin e Ulqenit, që ta kenë më të lehtë ta bëjnë pagesën e parkingjeve, po ashtu i kena edhe punti domethënë te Bonita, po edhe këto në qendra që kena te afër komunës, po ashtu edhe kena parkingun i cili është te policia, po ashtu parkingun është funksionar dhe parkingun në shtoj, po ashtu në shtoj është edhe parkingun domethënë me zona, cila zona parë dhe zona dytë. Për këtë arsye them se si mirë kena bërë një organizim më të mirë se përket domethënë turistëve që ta kenë më të lehtë domethënë pagesën e parkingjeve dhe mos e shkojnë në problematikat e pagesave, po ashtu i kemi edhe të gjitha doganet domethënë dyqanet janë në shërbim domethënë të kioskat
në shërbim të qytetarëve, ka të mund në mi blej biletat, edhe e kanë shumë ma thjesht, po ashtu edhe kanë edhe mënyrën elektronike të banë pagesat e parkingjeve. Keni hasur ndoshta në problematika këtë sezon edhe punëtorët, por edhe ju vetë si drejtor sa i përket kësaj pjese? Problematikat janë të vazhdueshme, por ata problematikat janë jo si përpara, aty kena marrë masat e duhura si mas shkom të një problematik. Nëse shkom të një problematik, zgjidhjet janë vazhdojmë me procedurët të cilat i ka parking service. Cilat do të ishin ato këshilla që ju do t'ja jepnit qytetarëve, por edhe vetë turistëve që mos të vinë deri tek problematikat të shmangnin ato dhe të parkohen ndoshta në rregull? Se përket qytetarëve të Ulqinit do isha lutur të masit spakujt e parkingjet që i kemi në dispozicion të zbatojnë rregullat, të parkojmë makinat në mënyrën e duhur, asi përket turistëve normalisht ne kemi edhe ata në teren njerëz të cilët informojnë turistët se si duhet mu parku ato mjetet, dhe mendoj se këtë sezon kemi me pas ma pak problematika se përket në këtë drejtimin. Ceka dhe më herët, bashkëpunimi me Policinë Komunale është në nivelin e duhur, dhe shasi për momentin nuk kena dhe i problematik të madhe se përket parkingjeve dhe njerëzit që parkohen ndoshta janë mënyrën e duhur në parkingjet të cilat janë të paraparën e parking service. Për qytetin e Ulqinit si një vend turistik dhe ku fluksi i turizmit rritet në këto muaj që ne jemi tani, ne e dim që ju si parking service gjatë gjithë vitit mundoheni dhe mendoni që kur tjetë kë fluksi i sezonit turistik të jemi ashtu në rregull dhe të mos kemi problematika, të shmangemi atyre. Por cilat janë ato plane që ju keni për në të ardhmen, për një stabilitet ndoshta sa i përket kësaj pjese? Ne mendojmë se në të ardhmen kemi me pas disa parkingje të reja në qytetin e Ulqinit, edhe e kam sekur në intervistat e tjera të cilët e kam thënë tek ju këtu, si ne do të bëjmë përgatitje me stafin drejtues të cilin e kam në parking service, po ashtu me bashkëpunëtorët e komunës. Ne mendojmë se të ardhmen e Ulqinit do të mundin që zgjerojmë në vend parkingjet, të zgjerojmë vendet të cilat me të vërtetë Ulqini ka nevojshëm edhe parkingjet edhe një parking të ri sa i përket ka disa persona fizik të cilët kërkojnë të lanë makinat jo ndoshta ditore, po me javë, edhe janë të shkojnë në këtë drejtim si qytetit e Ulqinit t'ja sjellë me risi të ri një parking të ri në këtë drejtim, dhe mendoj se mas sezones do të merren edhe me këtë çështje, dhe besoj se qytetit e Ulqinit edhe kjo risi do të vinë sa i përket në drejtimin e parking service. Me punëtor parking servisi është i kënaqur dhe si e keni situatën tani? Jeni në mungesë apo jeni të kompletuar? Se përket parking servisit, ne jemi të kompletuar me punëtori, ndoshta është një numër pak më i madh se vitin e kaluar të punëtorive në këtë drejtim. E thash edhe më herët, ne e kena pas nevojshme se këtë vit mos i kena problematikat e vitit të kaluar, dhe për këtë arsye si staf drejtues kena marrë vendimi si këtë sezon ta kalojmë ndoshta me një punëtori pak më tepër, si qyteti i Ulqinit të jetë i sigurt se përket parkingjeve dhe personave të cilët vinë në qytetin e Ulqinit. Zotëri drejtor, unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit, ku së bashku shpalosëm këtë mëngjes ato informacione që i duhen qytetarëve të Ulqinit, sepse të gjithë jemi me makina dhe funksionojmë me to, dhe vend parkimi është i nevojshëm për të gjithë neve, dhe faljush ne ju na bëni atë më të lehtë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe për juve, po ashtu për të gjithë qytetarët e Ulqinit dhe ju si staf drejtues. Faleminderit.